Të nderuar teleshikues të emisionit Fol, ju përshëndes nga qendra e fshatit Tragjas. Unë ndodhem pikërisht në lulishtën e fshatit, që ndodhet në qendër. Aty ku njihet edhe si zona e rrepeve të izvorit. E merr këtë sepse shumë pranë kalon lumi izvor. Për këtë ujë, një fshat i tërë është ngritur në një betejë. Në betejë me shtetin, në betejë me bashkinë dhe në betejë me një biznesmen të fuqishëm i cili ka në pronësi resorte turistike në anën tjetër të tunelit. Sipas banorëve, atyre po u merret ujë, po u merret jeta për t'u çuar në anën tjetër resorteve turistike. E në këtë mënyrë fshati do ngelet pa ujë në ver. Atëherë ku është dhe kulmi i thatësirës dhe që sipas tyre gjithmonë në ver këtu nuk ka ujë. E kjo betejë ka marrë flak. Ka marrë flak sepse është futur në lojë dhe kryeministri, i cili ka publikuar disa të dhëna që sipas tij ky lum pas ka sasinë e nevojshme edhe në momentet më kritike të tij, kur është vap e madhe. Si mundet që një ujësielës për të pirë ujë të faj dynjan duke u shfrytzuar për nevojat njerëzore të pirjes ujit. Është e pamundur, është alogjike komplet e gjitha kjo. Është komplet alogjike. Dhe duke qenë se është kërkuar nga ana ime në mënyrë të përsëritur 2 herë konfirmimi nga ekspertë dhe është parë dhe nga ekspert të tretë. Dhe të gjithë dakordësojnë në pikën që këtu s'ka asnjë kërcënim. Kjo është çmenduri. Do të jem unë personi që dashkam t'i marr ujin Tragjasjotëve dhe t'ja jap Himarjotëve. Këtu është futur brenda edhe kuçedrat, domethënë oligarkët që po marrin ujin për qëllimet e tyre e të tjera. Ky projekt bazohet në studim të mirëfillt hidrologjik. Pra, do bëhet ujësielësi i ri i Tragjasit. Do bëhen kanalizimet për Tragjasin. Dhe në ndërkohë do ndërtohet ujësielësi që do të furnizojë dhe zonën e poshtme. Tani këto ne do t'i diskutojmë me fshatin, me banorët, shikoni. Shikoni sa shumë banorë ka këtu. Edhe imagjinoni një pjesë e madhe janë edhe në përpunë. Ne kërkojmë ndjes banorëve që kanë ardhur sot, por është halli i tyre i madh, është halli i ujit. Është ky ujë që i ka vendosur në këto toka. E ky ujë, fatkeqësisht sipas tyre, do t'i largojë nga këto toka nëse u merret. Faleminderit banor, faleminderit që jeni me mua sot. Tani, kryeplak, a ka një bilanc sa njerëz jetojnë me këtë ujë për ta nisur nga e para? Po është e ndezur gjithmonë. Është ndezur. Po, është e ndezur. Atëherë, unë jam antari i kryesisë fshatit e përbërë nga 3 veta. Ne banorët e Tragjasit dhe të radhimës nuk mund të përcaktohet kjo sepse në periudhën që kërkohet që është i nevojshëm ujë i pishëm, ujë i burimeve të Tragjasit, numri i popullsisë kalon në shifra shumë të larta sepse turizmi është goxha i zhvilluar në pjesën e radhimës edhe në Tragjas është në zhvillim. Këtu në Tragjas janë rreth 600 shtëpi që janë të ndërtuara dhe në periudhën që kërkohet ujë, në periudhën 4 mujore që është edhe krize e ujit që bie në nivelet më të ulta, burimet e Tragjasit që bien të paktën në atë që ka thënë kryeministri 700 litra në sekond që mashtron, këtu banojnë njerëz të qetë në Tragjas në radhë parë. Janë njerëz paqësor, nuk janë njerëz që të hedhën tymnaja politike sepse rezultatet vërtetojnë të kundërtën që nuk janë tymnaja politike, por janë një popull që e kanë të domosdoshëm burimet e ujit. Burimet e ujit ne e dim shumë mirë si popull që janë pronë e shtetit. Edhe ne vetë jemi pronë e shtetit. Edhe gjithë territori është pronë e një shteti. Këtë s'mund na e thonë që do i marrëm sepse është pronë e shtetit. Ne si banor të fshatit Tragjas këtu furnizohen me ujë vetëm 40% e fshatit dhe ajo 30 deri në 50-60 minuta, deri në 1 orë, po ta zëm 1 orë.
Pra, sot që flasim, për ta sqaruar, sot që flasim, jo gjithë fshati merr ujë, Jo. ishët. Po si bën pjesa tjetër? Si ja Pjesa bën? tjetër ka një këtu ta di ai kryeministri që thotë kanë bërë ca puse i pas ka vajt informacioni sakt. Janë hedhur rreth 3 milionë euro. 3 Puse. milion euro për puse. Kjo është e llogaritshme shumë thjesht. Kjo është shumë e thjesht. Terreni këtu, ujë në radhë parë që nga ne nuk jemi inxhinjera dhe nuk marrëm vesh nga projektet sepse jemi popull, shkurt muhabet jemi popull. Këtu ky ujë nuk është se buron këtu. Ky ujë ka një origjinë që është e studiuar që në kohët italisë vjen ka origjinë nga Vjosa dhe është me një rrjedhje që filtrimet që nuk është se buron nga poshtë dhe të gërmojnë ata siç e ka projekti, siç na ka thënë inxhinieri që do të gërmohet 15 metra, që ajo është katastrofë në rast parë që është faros gjithë të pasuri që shikoni vetëm me sy, është faros sepse një gërmim 15 metra, një rrethim që të marrësh permeso të sergjor në të vesh në punën tënde, në shtëpinë tënde është tmerr. Është një tmerr. Të rrethohet. Pra gjithë kjo zona do rrethohet, ë? Po, brenda projektit. Ne kemi bërë si plejsi fshati 2 takime me kryetarin e bashkisë. Kemi mirë kuptimin me atë që jemi ulur në tavolinë dhe presim një takim të tretë që do bëhet me AKUK-un, si janë ato agjenci kombëtare të ujësjelljes kanalizimeve. Normalisht edhe ne do sjellëm me ekspert. Ata tentojnë që t'i bëjnë matjet në periudhën e dimrit që uji nuk i shërben asnjëit. Dhe tjetra është që ata kanë sjellë kadastrën ujore të zonës tonë këtu. Duke ditur që ky burim furnizon Radhimën, që është një nga fshatet më taksapagues ndoshta edhe në gjithë Shqipërinë. Radhima nuk ka asnjë litër në sekondë ujë. Zero. Nuk llogarisën tokën, që janë 1200 hektar tokë në Trajgjas dhe 400 hektar në Radhim, që është një linjë paralele që se ka pas njëri ndonjëherë. Është një linjë paralele me lumin, këtë burimet që ikin poshtë, një linjë paralele kanali Jon Ufrës Qyve që ka vajtur deri te Kalaja në Vlorë. Që automatikisht në qoftë se vjen dorë do ai automatikisht ai nuk është këtu, po të kaloj mandej krau, të çoj unë atje ta shikosh, ka 20 cm sot, që është kulmi i ujit i burimeve. Kulmi. Ky është kulmi. Ndërsa Po në verë ç'a bëhet? Në verë, po të them 4 muaj, 4 muaj. Kjo është e verifikueshme shumë e thjeshtë. Mund të vish në gusht, shtator, tetor, mes nëntori, po të them këtë gjë që pompa e Radhimës ka thithur vetëm zhavor. Dhe kur e ka vërtetuar përgjegjësi i ujësjellësit drejtor, që është i kësaj zonës, po është përgjegjës, ata janë lëshuar si përbindshore, sepse ai nuk ndryshon, ai ka thënë të vërtetën. Është një burr adukat. Ka thënë që pompa nuk ndese 20 minuta. Pastaj nuk më thot ai, unë kam te lagja ime aty, jam e shikoj për ditë. E shikoj 3 herë dita, 4 herë dita. Kjo nuk është that komplet. Ngalën vetëm gurët. Vetëm gurët. Po mirë, ju nuk i pat kur erdhën e bën këto matje? Ata normalisht, ata nuk shiko, ka ekspert. Se një banor i fshatit do të kishte para, ka ekspert që thonë që ajo do të matet 365 ditë, rresht për 2 deri në 5 vjet se mund se më ka çuar një vajzë që është në Itali, një agronome, dhe më ka thënë për të krijuar një ide se sa janë prurë gjithvjetore. E dyta, ne kemi agronom nga Trajgjasi, kemi njerëz janë me grada shkencore që janë të aftë të më japën mend edhe atij që thot 5 veta, edhe atyre të tjerë edhe atyre banditëve të tjerë që janë ndaj kraça janë, ndoshta janë dhe popull, se s'më lejohet të flas me një gjuhë të tillë. Por edhe diçka. Mbrëm duke marrë shkas nga një emision që ishin të dy ata të AKUK-ut, çajan ato drejtoritë e tyre, që thoshin që janë vetëm 35 litra në dërmi, ata po mashtronin. Ata të sjellën kadastrën ujore të Bashkisë Himar. Bashkia Himar ka më shumë ujë se sa kjo, rajoni jonë. Ka shumë herë më shumë. E kam thënë dhe herë tjetër. Po të fillosh nga hidrocentrali i Sasarit, të fillosh pastaj nga Ftera, nga Borshi, nga Dhërmiu, nga Palasa, që kanë dhe ata burime më të vogla, vërtet, ata, dhe është diçka tjetër. Ne si popull nuk na intereson. Ne nuk jemi në radhë të parë që të mos merret ujë një herë, të mos merret ujë në zonën tonë, në atë zonë atje s'ka si të kaloj nga basen në basen. Sepse këtu me Radhima, këtu merret dhe nuk jemi njerëz që protestojmë dhe themi që uji shijoni. Nuk e kemi thënë këtë ne. Ky ujë ka kaluar në Dukat. Ka kaluar në Dukat në pjesën në kohën e monizmit. Në kohën e monizmit ishte
ka qenë 10 herë më shumë ujë se sa është sot. Mbi 10 herë. Domethënë nuk është se ne jemi specialistë ta themi kështu, po ne jemi njerëz që banojmë këtu dhe shikojmë nivelin, si bie niveli. Kur thoni 10 herë, e keni fjalën vetëm për këtë burimin që shoh unë apo edhe për Të burimet gjitha të burimet tjera? së bashku, këto funksionojnë njësoj të gjithë burimet. Se më thanë që disa burime s'ekzistojnë më. Jo, ato janë zhdukur ato. Ato janë të vërteta, ja ku ke janë tharë. Po. Ato burime janë tharë. Janë tharë ato, kanë mbaruar. Tani kjo që derdhet këtu është ka pas marrë dikur radhima po Mirë të radhima, mirë të Pashalimani aty, ato janë mbaruar, Pashalimani s'merr asnjë pikë aty. Kanë mbaruar aty. Pra ato ka hikur ai ujë. Nuk mbet fjalë sot. Po, do kalojnë direkt. Po nuk mbet fjalë. Tashti. Me pak fjalë ne i themi kryeministit ton të dashur që të më marrë përsipër gjëra që nuk ndoshta edhe si takojnë, ta lërë në nivel specialistës, më thotë që janë 5 veta, 10 veta, më thotë që janë të ngjyrosur e të plurosur, sepse fatkeqësisht jam dhe kryetari i Partisë Socialiste, kështu që nuk mund të plurosem, e ngjyrosem. Personalisht i bëj thirrje të sjell specialistët që janë përkatës ata që i kanë bërë nga zyrat e janë tallur, se janë tallur, është thjesht një tallje. Okej. Thoja direkt kryeministit, drejt për drejt, drejtohu sikur ta kishe këtu. Meqenëse ai nuk ka ardhur këtu. Çfarë do i thoje po ta kishe kaq? I nderuar kryetar, me që je kryetar ti dhe kryetar unë, po të bëj thirrje të lësh specialistët të flasën, sepse ata e dinë më mirë. Të presim këtu në Trajgjas ta shikosh dhe vetë me sytë tu, që këtu nuk ka ngjyrim politik, po ka nevoja për ujë të pishëm. Mos harroj që populli këtu ka hedhur rreth 3 milion euro për të siguruar ujin. Madje jemi aq human sa të bëjmë dhe këtë kërkesë, ta heqish pompën e Trajgjasit nga pompa e radhimës, të marrën ata pak ujë dhe pak ujë, se kështu i bie që s'kan të dy fshatat, të paktën të ketë radhima dhe pak më tepër, sepse është radhima ai fshati që mba ndikon goxha në buxhetin e kësaj bashkie. Më në fund të mirëpresëm të vish këtu në Trajgjas, të ballafaqojmë ball për ball. Edhe diçka të fundit kryeplak para se ta kalojmë, edhe diçka të fundit. Po. Kur erdha pash me 10 objekte në proces ndërtimi. Kam përshtypjen nuk janë futur ende, nuk janë kualiduar për hoteleri. Po duken qartasi që janë hotele me 3-4 kate. Tani kur është bërë ky studimi që thoshte kaq i duhet, kaq i duhet radhimës, kaq Trajgjasit, a është parashikuar edhe për këto hotelet e reja në proces? Ata për zonën tonë nuk kanë parashikuar asnjë gjë. Kanë thënë 7 litra në sekond për Trajgjasin. Do me thënë i thonë 140 radhima, 7 Trajgjasi. Nuk e po edhe 250 ata atje për tej. 7 unë që e kam këtu, 250 gja bexheti e çajnë ata. Të kuptoj. Ai që na lëshon ata televizorin ashtu. Nëse. Dhe thirrja e fundit është që policia e shtetit, dhe pse nuk ka krijuar ndonjë problem shumë të madh, të lëshoj rrugët këtu se këtu ka bakti, ka njerëz që duan shkojnë në shkollë, duhet dalin, mos vinë natën të rrethoj fshatin natën. Se natën erdhën? Po natën. Të rrinë çik më mirë, nuk është se ata na rran, nuk na kanë rrau, nuk na bër. Po erdhën si mercenar, të vinë më të kulturuar, Unë ju falenderoj. Faleminderit juve. Faleminderit. Babe, si të quajnë? Unë me radin Sel Fosula. Sa vjeç je? Do atë më ndryj asnjë. Unë jam 8 vjet e ngjesh do ngrem kam. Edhe 100. Ju falenderojmë juve. Edhe 100, faleminderit juve. Po. Unë do kaloj direkt te kryeministri. Okej. Me kryeministrin e pas. Direkt te kryeministri me atë. Sepse kryeministri ka dërguar policinë që më ka rrethuar mua. Ta rrim u sot në këtë mosh këtu. Që të rrit vit të bëj roja aty se më vjen shteti, nuk shkon. Trajgjasi i herojve, i heroinave, i dëshmorëve. Këto janë fakte, nuk puna se themu, i poetëve, ky Trajgjas. Gjyshim ka lënë koska në luftën e gjormit, gjyshim, Sulu Agjiu, ta din dhe kush nuk e di. E të tjera. Prandaj të arri kryeministri të dërgojë të bëj shtetë rrethim Trajgjasin, nuk i falet. Na prapati edhe jemi shkënjur. S'ka ngjyra politike, ka ngjyra ekonomike, vëlla, më thanë mua si miu. Djemt të Trajgjasit, në 5 shtëpi, janë të gjithë në emigrim. Nesër do vinë këtu me gratë e tyre, me fëmijët e tyre ja. Po ti kjo se këtu do hese, hajde do hedh kronin këtu. Kronin e kufive të kovet. Se kjo është e vërteta, se puna se çfarë themu këtu apo gjenju në gjë. Po dhe gjë dhe them.
qofshin nderuar nga do keni që të trëmbesh nga e vërteta, të më flash për të vërtetën, të kesh frikë, është turpi më i madh, u kështu e gjykoj. Edhe u përshëndes dhe u falenderoj. Si të quajnë? Mo më qojnë Arif Quroj. Jam ish ushtarak, Arif Quroj. Aktualisht jam në pension të parakosh, banues i këtij fshati, jam lindur, jam rritur, jam shkolluar deri në arsim e mesëm këtu. Kam lëvizur në gjithë Shqipërinë dhe jashtë shtetit, aktualisht vazhdoj dhe banoj me fëmijët, me gjithë familjen në fshatin Tragjas. Kjo ka qenë qendra më e bukur e fshatit Tragjas. Dhe kjo qendër që ka qenë qendra më e bukur, dhe jam i garantuar që kemi të gjithë nostalgji, dhe nuk e përmend nostalgji thjesht se duam të mbasim atë sistemin e famshëm që ishte në atë kohë. Këtu ne mblidheshim gjithë burrat e fshatit, gjithë njerëzit e Tragjasit, mblidheshim dhe vaponim, thonim, lozim letra, argëtoheshim. Kishte pemë këtu. Kishte pemë. Këto rrepe që shikoni u than avash avash, dhe ne nuk kemi dashur ti prisnim, dhe këto rrepe nuk lejoheshin që të prisnim për arsye se quhen rrepe historik. Janë monument kulture. Ama u thanë se s'ka ujë. U than për shkak të shumë sëmundjeve, jo për ujë, u shkan për shkak të shumë sëmundjeve. Unë çfarë dua të them tash? Dua të them diçka, ne nuk kemi teknik kemi tjerë. Të lutem të mos ta në lidhje me sasinë e ujrave, se sa mililitra, sa ka, sa në sekond ka, le të flasin njerëz. Unë do të them diçka që kryeministri është për mua rasti që unë dua të pëlqej të jetë, kryeministri është i keq informuar, është i gënjur. Unë nuk dua të besoj që kryeministri është pjesë e kësaj pune. Kryeministri është i keq informuar. Atëherë nëse ne jemi këtu që jemi si popull, si komunitet, jemi ne që mendojmë gabim, nuk i kuptojmë gjërat, unë kërkoj, nuk e di nga dhe ne kemi pritur në procese ligjore, le të merret ky spaku me këto institucionet që kanë bërë studimet. Si kanë bërë studimet, sepse ne si popull, si komunitet, nuk e di, mblidhemi shpesh me një dhe flasim, a ka parë njëri kryeplaku i fshatit, antarët e pleqësisë, përfaqësia e fshatit nuk kanë parë një person të vetëm me një instrument, me një kamerë si puna juaj që të jenë në këtë fshat. Dhe nuk dua të merrem me çilet nge, po them. Përballë janë pompat e ujit të Tragjasit. Kryeministri foli, po foli për ato pompa. Kryeministri do ta di që nuk janë ato pompa që marrim në ujë, zoti kryeministër. Pompat që ne marrim ujë janë zhvendosur për arsye të mungesës së ujit. Këtu kanë qenë pompat e radhimës, janë zhvendosur për arsye se burimet po shmangen dhe janë bërë një stacion pompimi i ri që merr Tragjasi dhe Radhima. Dhe ky stacion pompimi, pra këto janë relike, kanë vdekur. Këto janë relike dhe nuk punojnë. Këto kanë ngel kështu. Dhe pompat e reja që janë bërë në momentin nga këto studimet e famshme që kanë bërë institucionet tona, pompat e reja që u bën aktualisht në Behar, të gjithë dëshmitar bien humbet ujë fare dhe vetë personeli që punon atje i punon me sistemin takim, stakim. Çdo të thotë, takim mekanik dhe stakim mekanik sepse pompat marrin ajër. Aktualisht projekti është bërë që këto pompa duhet punonin 24 orë dhe të vetë viheshin në punë me rënien e nivelit të ujit në rezervuar. Faktikisht nuk do të kjo. Do të thotë që këtu nuk ka ujë. Ju këtë e dokumentoni dot apo do prisni verën? Kjo është e dokumentuar në një mënyrë. Doni dokumentimin e për fat, nuk kemi ndonjë punojës këtu. Mund të shkoni. Jo, te ky popull, dhe te këta që punojnë sot. Te këta që punojnë sot, pompista në sistemin në periudhën e Beharit, pompat e Tragjasit që marr ujë Tragjasit dhe Radhima, takohen dhe stakohen me intervale 20 minuta gjysmore, pasi burimi që pretendohet se ka këtë ujë në thahet. Kjo është historia. Ne kërkojmë uji ku do merret? Pra do merret e kjo zona këtu apo do merret lart fare? Uji. Pra gjithë kjo zona këtu do merret, do futet. Pra ky burim që uji atje ku është parashikuar që unë edhe një prap nuk jam specialist, është gjë më keqe, do të merret, do të gërmohet në kokë të burimit, do të gërmohet një 15 metra. Këto nuk e kam iden, nuk dua ta besoj që këtu ku jemi në këto burime do gërmohet 15 metra. Nëse këtu do gërmohet 15 metra, atëherë dhe ato investimet që nuk mund të them 2 miliona, 3 milion që janë mëse të sakta të bëra, aktualisht jam një viktim e një pusi 4.000 euro me këtë zotrin këtu. Pra ju keni hallin edhe të tharjes pusave. Që është jo kemi hallin, është e garantuar kjo lloj syre. Dhe e fundit fare ky kryeministri jon, këta qeveritar tan, le ta fillojnë një herë nga ne që na ka zënë historia këtu. Le ta fillojnë nga Tragjas, Radhim, Dukati, nga Krajina, le të përcaktojnë mirë këto nevoja, këtë dim ta themi mirë ne, banorët e këtij komuniteti. Të furnizojnë të komunitet, të përcaktojnë nevojat mirë dhe të pricën zoti kryeministër, të pricën Aleksandr Frangaj, televizioni Klan, një televizion që e kam ndjekur rregullisht, e ka akuzuar këtë fshat, një fshat që pranon të derdhet ujë në det dhe nuk pranojnë ta marr zona përreth.
ta mësoj mirë televizioni Klan që ky fshat nuk kërkon këtë. Ky fshat kërkohet që të marrim ujë një herë, për les po themi dhe për këto më që mund jetë keq, të marrim ujë një herë si Tragjas këtu, se kemi me histori këtu. Jemi ngul me histori këtu. Kam thënë radhën e parë, jemi ngulur, çdo të jemi ngulur, jemi me rrënjë, jemi me themel. Zoti kryeministër, nuk kemi civilat miliardça dollar që janë bratje, nuk kemi kundra dhe atyre. Ti kishit menduar para kohë. Nuk mund na hajç ne xhaketën, na lësh me kanatiere për t'i dhënë dikujt tjetër. Faleminderit. Faleminderit juve. Unë kam qenë pompist në këto pompa. Jam marrë me administrimin e ujit të Tragjasit dhe Dukatit. Ai shtet atë stacion e ka bërë për të vaditur arat e Tragjasit dhe të Dukatit. Dhe për të pirë ujë i merrte dhe radhima. Tani në kulmin e saj, tani në Qershor, se ara i fillonin pompat ne, stacioni ka pas 900 litra ujë në sekond. Në çfarë viti flasim? Në 83, në 84, në 85, më djonar për para 20 vjetëve. 900 litra. Dhe unë ba përgjegjësi penale. I bëj thirrje kryeministit që e kanë gënjur, e kanë mashtruar. Ata që kanë bërë projektin janë mashtrues. Duhet i mas parku t'i fut në burg ata. Dhe, kur i kemi ndezur një herë të 900 litrat në aty, është tharë lumi. Tani në këtë fshat ja ku jemi, të të qoj burim më burim që janë tharë mbi 20 burime. Ku shtuj? Atje ku këshën pompat ne mbyteshje. Ishte 1 metro e gjysmë ujë, tani ka ngellur urdot vej televizionit të shoh, ka ngellur 30 pont të ujë. Qari kemi bërë kryeministrit? Është dhe yni apo së është yni kryeministri? Në qofse e kanë gënjur dhe në qofse s'ka ashtu, ne do merremi me drejtsin. Ne do bëjmë ekspert nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, ai të vërë ekspert e ti të shkoj. Aty 1/3 e sasisë ujit ka ngellur. Ta asaj kohe. Ta asaj kohe. Aty nuk kam tepër se 300 litrë ujë në sekond. Dhe kryeministrin me siguri që e kanë gënjur. Jam i bindur për këtë, se Tragjasi si ka bërë gjë, as kryeministrit as Shqipërisë. Vetëm i ka dhuruar kuadro. Edhe të mira këtij shteti. Ndaj, e bëni të vërtetën jo gënjeshtat. Ta marrë vesh gjithë populli shqiptar që po na grabitën. Është grabitje, nuk është vjedhje. Që ti ke ujtë nga Tragjasi dhe të bëj pishinat edhe fshatin ngellet pa ujë, kjo nuk ka. E dyta, ai bëj thirrje kryeministrit të na elektrifikoj. Kablot kaluan në për tokën tonë dhe për 500 metra së kthyen kablot në Tragjas, po vanë himar. Për 100 metra së kthyen në Orikum. Ujtë është që gjithë ka hinës, edhe Orikum ka marru nga këtë. Edhe Pashalimani ka marru nga këta burime. Po nuk është më sasi e këti ujë. Nuk 300 litro ujë, unë e paguaj me kokën time në qoftë se gënjej kryeministrin këtu. Aq më tepër që edhe parashikimet e bëra nga vetë qeveria thonë që në harkun e 25 viteve do të ketë rënje të vazhdueshme. Unë të flas për 45 vjet para që ka pasur 900 litro ujë në sekond. Dhe kemi mbritur tek 300. Të vijë Eduard Liçua këtu. Ish kryetari i kooperativës. Të vijë Merko Vangjeli këtu në qoftë se gënjeju. Dhe ngjyrat politike ai nuk ka rrugeçër këtu, këtu ka hallexhi. Fshatarë që rrojnë me shumë zamet, me shumë lodhje, me shumë mundim. Në qoftë se do marrë ujtë ai gjithë puset e fshatit thënë, sepse ujrat në toksore edhe mbi toksorët kanë regjim. Edhe lumin, në fund të lumin nuk duhet marrë ai. Se flasën për shumë gjëra, po lumi krijon delta krijon rrymat, dhe rrymat na i bien të gjithë këtë klimë, ka të bukur që kemi ne këtu. Pse na i prish kryeministrit? Çfarë kemi bërë kryeministrit na? Mi na kalon me nga 100.000 lekë pension. Në atë shkresën e përcjell nga kryeministri thuhet që do të ketë një sasi sipas tij që do të jetë e mjaftueshme për ekosistemin, nuk e di 170 litra. A t'ja japim zotërisë ma shpjegoj? Si quhen? Unë jam Arben Shytaj, jam agronom. Po. Aty është vënë një tabel që Tragjasi është futur të 100 fshatrat. Dhe ne jeni edhe fshat turistik. Pjesë 100 fshatrave. Mbas asaj ne prisim që të bëjë investim këtu në Izvor, i themi ne, ose në Lulishte, edhe të bëjë një park ujor, kemi kaq vjet që e presim, edhe të bëjë edhe një park historik në Tragjasin e vjetër, në kuadrin e 100 fshatrave. Asnjë gjë s'ka ndodhur nga këto, asnjë lek s'është hedhur. Pra vetëm thjesht një emër në atë listën me 100 emra. S'është hedhur asnjë lek. Tani përfundimisht ne ballafaqohemi me këtë projekt që vërtet na kujton Lubin,
Ne kemi një legjend të Lubis këtu në fshat, që na i kanë transmetuar brez pas brezi, se ka qenë një shesh i kashtë, si themi ne aty, një kënet, edhe diçka u turinte aty, edhe është Lubia na thoshin. Tani Lubia ka ardhur ai projekti me 300 litra në sekond, që do t'i vendoset këtyre burimeve, gati gjysmën e ujit, s'po i futemi dhe llogarive 100%, gjysmën e ujit duan ta marrin ata dhe ta bëjnë zonë të ndaluar. Shiko çfarë diferencë nga një park ujor, që mund të ishte i dyti në Republikë mbas Drilonit, në një zonë të ndaluar. Unë jetoj në Tiranë, edhe shumë bashkëfshatarë të mi kudo që janë gjithë botën, kur bien miqtë e tyre këtu, ne me këtë mburremi, me këto burimet, se dojnë çik zamet që të shkosh në tragjas vjetër, se do mburresh pastaj dhe me tragjasin e vjetër. Po këtu është dhe më kollaj. Vim tek projekti. Vim tek projekti. Sa doli problemi që unë mora vesh që këtu filluan punime dhe këta djemë të shkëlqyer që janë këtu vajtën dhe i blokuan, dhe këtu kanë filluar punime në fillim të janarit, kur leja e infrastrukturës nga bashkia ka delë në 30 janar. Një shkelje jashtëzakonisht e rëndë. Dhe kjo leja e infrastrukturës nuk merr parasysh as një lloj prone, ku s'do t'ja di fare. Ne nuk njohim as një projekt, as mati, as gjë çka kanë bërë ata, i kanë bërë në fshehtësitë plot. Dhe pika e parë e rëndësishme është nuk e kanë bërë konsultimin publik. Dhe në atë projekt thuhet që 300 litra do t'i marë, në atë shkres 300 litra do t'i marë projekti, 140 i merë zona, 11 litra i ka tragjasin, çik tragjasi, sa për meze. Edhe llogarit 160 shtëpi tragjasin. Unë kam pyetur, më thonë që janë 400-500 shtëpi, ku diun se janë. Edhe po të lejoj shteti këtu ndërtimet, që mos ashtu këtu mund vej 1000 shtëpi mbas 10 vjetësh, po themi, po është tjetër gjë. Dhe e quan zonën turistike me 130 litra të radhimës. Dhe të gjitha bëjnë 430 litra. 267 litra i llogarisin ata që do rrjedh në lum. Dhe përcaktojnë rrjedhjen ekologjike, e kanë përcaktuar në 186 litra në sekond, dhe me ka ajo që spreket. Po t'i futesh llogarive në bazë të ligjit për basenet, në një 39 që thot, rrjedhja ekologjike nuk mund t'jetë më e vogël se prurjet e qëndrueshme të matura gjatë 355 ditëve, që do të thot shmangen vetëm 10 ditët më të thata në vit, dhe gjatë 355 ditëve duhet matur prurjet mesatare, i bie që rrjedhja ekologjike del të diku 400-500 litra ujë në sekond, jo 186. Do me thënë, qofse do e quajmë të mirë qënë, që janë 700 litra në sekond, prurjet minimale, atëhere ti nuk mund ta lësh vijën që vazhdon më pak se 400-500 litra. Do me thënë, do marrësh diku të 200-300 litra, të cilat mbas 10-20 vjetësh nuk kanë për ti mjaftuar as zonës turistike, as tragjasit që po zhvillohet e ku diun e radhimës edhe zonës turistike. Po gjithë zona ka bum ndërtimesh këtej poshtë. Po pra, më thuaj ku do e marrin ujin ata. Dhe tani vim tek Green Coast dhe tek ato. Po tani ato janë çështje të zhvillimit ekonomik. Nuk janë çështjet tona, janë të, nuk po them oligarkëve, të biznesmenëve të fuqishëm që bëjnë investime. Edhe shteti është interesuar që ti mbështet. Po shteti të marrë gjithë ato burime ujore, të marrë Bistricën me koncesion edhe të mbaj gjithë rivjerën. Edhe pastaj me qenë se u bë dhe tunelit, kaloi ujë këtu se do duhet dhe këtu. Ta çoj edhe në ishullin e Sazanit. Të merret ujë nga ande cilë tu se tu s'po ka. Ka dhe një alternativë tjetër. Ujësjellsi Orikumit është me pus në vallë, i themi ne. Mbrapa Orikumit andej. Merr 100 litra ujë në sekond dhe më ka thënë ai drejtori i ujësjellsit, një shoku im përgjegjësi. Është ujë më i mirë nga të gjitha këto. Se ne kemi dhe një problem tjetër, dhe ky është i ndotur ky ujë. Ky është i ndotur, ne pim ujë të ndotur sepse është fshat i lartë, e kupton? Po të gjitha është, domethënë fshati duke qenë lart e ndotet këtu ujë. Zgjidhja tjetër është që shko merre atje te ura e izvorit dhe këtë gjë ja thanë brëm. Ja thanë brëm atij zëvendësdrejtorit përgjithshëm. Edhe ai tha që nuk ka studim për atë. Po mirë mor ti shejtan, po ti kur bën studim e bëje me 2-3 variante studimin. Pse bën me një variant?
konkurojnë 3 variantet edhe përcakton variantin që nuk i prek interesat e komunitetit. Po të marrësh vetëm gabimin që ata kanë bërë te prurjet ekologjike, edhe gabimin që nuk e kanë bërë konsultimin publik, ai projekt rrëzohet dhe me gjykatë. Faleminderit. Me njerë miq, do të rikthehemi pas një publiciteti të shkurtër. Rikthehemi miq, ndodhem me banorët e Trajgjasit. Ndodhem këtu ke te rrepet e izvorit. Rrepet s'janë më, janë tharë. Por tani thonë banorët duan të marrin dhe ujin në këtë zonë të bukur ku ne kishim parashikuar një park ujor. Jo park ujor s'po bëhet, por sipas tyre do u merret edhe uji. Dhe këtë betejë e shikoni edhe vetë, mjafton të bëjmë edhe një panoram nga operatori Robert Sani për të kuptuar janë shumë, po shumë dhe shumë të tjerë sipas banorëve ndodhen në Tiranë, në Durrës, por mendjen i kanë këtu sepse këtu kanë prona, këtu kanë shtëpitë vjetra. Zate, ti je avokati? Unë fillimisht kam ardhur vullnetarisht këtu vetë. Kemi 2 avokat tjerë, ne bashkëfetarin tonë dhe kam të tjerë. Dhe e kam ndjekur problemin e Trajgjasit, ashtu si kundër kam ndjekur dhe problemin e Kuqit dhe ti e ndjeni shumë mirë se çfarë deshe të bënte oligarku Zamirmane. Atëherë vendimarrja si u mor në Këshill Bashkiak. Si kaloi vendimarrja pa dëgjes publike. Ta marrim një herë këtu në nivel lokal. Të tëra janë bërë Bashkiak, është leje infrastrukture që e firmos kryetari i bashkisë. Pra, nuk ka kaluar në Këshill Bashkiak. Për projektin duhet ta bënte Akuku. Do të thënë Këshilli Bashkiak del jashtë, nuk më merr mendja janë bërë me urdhër. Me urdhër dhe me marrëdhënie personale me kryeministrin e Zamirmanës. Patjetër që duhet të kalonte. Sepse janë vendimarrje që impaktojnë popullin. Patjetër dhe nuk është mbledhur Këshilli Bashkiak për këtë punë, se këta vajtën para një muaji, nuk e di para sa kohë. Po pra i pash, pati edhe oponencë nga brenda nga dhe një zonjë atje u tha, do t'u japim dhe ujë dhe unë dhe juve për të pirë ujë. Sikur e kishte robinetën të saj ajo zonja, edhe po donte ajo do pinin ujë këta. Zotëri, unë kam për detyrë dhe të drejtë qytetare dhe ligjore të porosis dhe të sugjeroj të bëj një kallëzim penal për persona që kanë bërë të ashtu quajtur një studim, se nuk është bërë studim fare, nuk ka ardhur kurkush këtu, mashtrojnë opinionin publik në radhë parë, pastaj mashtrojnë me dëshirën e tij dhe kryeministrin. Këtu sakrifikohen familjet, qindra familje që janë këtu të Trajgjasit, të Dukatit dhe Radhimës, për interes të një personi, të një oligarku, ku gjeti mërë zotëri, ku gjeti atë drejtit të marrësh ujtë këtyre. Këta janë vëndas këtu. I them kryeministrit, diku poshtë atje në Orikum, ndodhet Varri Pashaj, ta ketë parasysh të fjalë që i them tani. Nuk e them kot. Do ta marrë për kërcënim ai ty? Jo, ta marrë si të doj. Këta do ngrihen të mbrojnë tokën e tyre, ujin e tyre, pasurinë e tyre. Dhe prona mbrojt me gjak, me jetë, me të tëra. Ç'është atë dheu zotëri? Atë dheu është ja ky është prona. Kur ti më merr pronën mua atëherë çfarë dhe më beti mua? Të vi Zamirmania këtu të bëhet pronar këtu, nuk bëhet. Prandaj them prap kryeministrit, kri kujdes, mos shkel në rast kalbur se po e bën me qëllim, e shohim po e bën me qëllim, i ke ndihmuar gjithmonë këta oligarkët që të rinë rreth vetes, të paktën dhe për kaq kohë sa jenë pushtet, mos e bën këtë gaf. Kaq diu të them. Dhe thirrja e fundit, çoni të tërë një kallëzim kolektiv në prokurori, në SPAK dhe mbroni pronë dhe jetët tua. Ashtu shumë bukur, më bëj qefi që keni bërë. Është realizuar. Faleminderit. Po mbaj pak afër se nuk të gjë. Janë bërë kallëzime penale në SPAK. Ndaj kujt? I kanë bërë avokatët. Ndaj individëve. Po. Ja, po, ma thuaj që të kemi edhe një ide të qartë. Para se të nis këtë. Po. Idenë e qartë. Dua t'i them zotit kryeministër. Gjithmonë ande nga kamera. Zotit kryeministër, që ne kemi patur dhe kemi gjanë. Jemi një popull që kemi mbështetur gjithmonë, po edhe një popull i shumë vuajtur nga të gjitha qeverit që kanë kaluar. Dhe duhet i them që ne kemi njerëz me shkollë, kemi patur dhe kemi njerëz me shkollë, kjo mundet mos ketë dhe nga ata që ka i përreth. Se fshati generalve, është fshati luftës, është fshati i shkencëtarëve e shumë tjerë. Megjithatë e kemi gjanë. Jam i bindur që kryeministrin e kanë fritur siç frynin shokun e vet në atë kohë që i thoshin Shqipëria socialiste, po hecë lart e lart. Edhe atë kanë fritur se ja kanë trefishuar. Megjithatë të futemi në temë.
në kundërshtim me ligjet, me gjërat që keni bërë, që na erdhët edhe na dërgove edhe policin, që na rrethoi fshatin, sigurisht fshat kosovar dhe e rrethoi Serbia, që ke bërë gabimin më të madh, sepse do kishe ardhur, sepse ju zoti kryeministër, vini dhe inauguroni një rrugë të pambaruar 3 herë dhe nuk vini t'uleni me fshatin Tragjas që ka nevojë që të bizetosh me të. Megjithatë, ne kemi bërë kallëzim penal në gjykatën administrative dhe në SPAK. Prandaj tini ndjeni dhe ju, nuk do të kaloj kaq kollaj. Dhe fundit fare është kjo. Hajde ta verifikojmë se sa u i ka dhe e kam thënë dhe prap për Kuçetrën që dhe ju e kishtë përmendur, Kuçetra që na ka ardhur, mos na vrisni djemt, se nuk është një fshat që ta kaloni aq kollaj. Hajde të bizetojmë se ne do t'u japëm ujë, po do t'u japëm atje ku na tepron. Jo të na zësh frymën, se ne miku ti themi hajde, po zot shtëpi se bëjmë. Erion, të lutem edhe një thirrje dua t'ja drejtoj ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të përgjithshëm të Policisë Shtetit. Zoti ministër, mos e bëj policinë e shtetit, ta kemi dhënë që të ruaj rendin dhe qetësinë publike dhe jo të vihet në dispozicion të zamirmanes. Se përgjegjësia jote do jetë ligjore dhe do përfundosh keq. Mos kujto se do mbetet me kaq kjo punë, nëse ti dërgon përsëri policët natën këtu në mes natës. Se natën vijnë vetëm hajdutët zotëri. Nuk vjen njeriu, nuk vjen shteti natën. Shteti vjen ditën me dokumenta, me plan, me të tëra dhe vjen të thotë kemi këtë program, kemi këtë projekt, duam të bëjmë këtë, si mendoni, si s'mendoni. Jo dërgojnë policët natën dhe marrën djalën e fshatit aty dhe e fusin në furgon. Faleminderit. Po. Dy fjalë. Po. Si të quajnë? Duk Muço. Zoti kryeministër, në njohjen time, po, prej kohësh, i them nisur nga fakti që ka thënë vetë analfabet funksional. Unë them integral, janë shtuar. I ka pjesë të administratës që kanë përfunduar në këtë masakër apo krim në të gjitha parametrat që po ndodh dhe ka shqetësuar gjithë zonën dhe gjithë qytetarët, qoftë të Republikës, nga ai realitet që ka krijuar vetë kjo administratë që nuk ka marrë në konsiderat asgjë më të vogël. Nuk them që është çështje parash, por ka një gjë. Elementet teknikë zotërin folën dhe do flasin edhe të tjerë që i respektojnë mendimin e tyre, sepse është kontribut i gjithë shqiptarëve, një njeri që ka një personalitet apo një dignitet profesional që t'ia çojë dhe kryeministrit, siç po ja çojnë dhe tani. Ujë pishëm dhe ujë sanitar. Këtu nuk ka ndarje. Ato ujë sanitar ta marri atje Buzdetit dhe ta shkëlqyzoj. Pjesën tjetër çfarë mbetet tepër, atëre do mani se ndalon njëri dikë për të marrë. Megjithatë, me që jam të analfabetë funksional që ka ngrënë këtë problem, ka të madh, me rreziqe të pafundme, mendoj se duhet ta marrë në konsiderat sepse administrata është shpirti i shtetit. Dhe në këtë rast kur ka gabime, ai që është në krye e korrigjon atë dhe ka të gjitha mundësitë. Në qoftë se kokëforcia për shkak të shkaqeve të ndryshme do të çojë që njerëzit i përplasi, atëre kush do jetë arbitri në mes? Nuk ka asnjë arsye dhe reagoj me forcë të madhe që të krijohet anarki. Shteti ka tjetër detyrë. Ju faleminderit. Faleminderit. Si të quajmë ba? Hamid Gjomemo. Hamid Gjomemo. Mbajeni këtu që pastaj. Hamid, ja, po ulem unë 2 minuta tek vendi i zotërisë. Sa vjeç je? Unë jam 79 vjeç. Populli i Tragjasit ka vojtur që në breza dhe gjertani. I shtypur dhe një ujë që në dha natyra dhe atë të shtypur jemi se fshati jonë është djegur 4-5 herë. Dhe tani herë e fundit është djegja që do të më lëshoj Grekun të vijë poshtë. Tani se e bet tjerat, Itali, Gjerman, Halil Alia, Sali Berisha në 97-ën, edhe sot mua më lë Zifo i thonë me llafin tonë, me lë fishek. Ju si jetoni këtu? Si e ndërtoni jetën? Jetën e ndërtoj e ka ndërtuar vetëm me të ardhurat e mia, kam krijuar një pus 90 metro atje ku jam unë atje, po i duket, ashtu 90 metro në thellësi. Ja, ju lutem. 90 metro në thellësi dhe marr atë ujë. E kam patur me pompë që këtu, dhe si adilja më do të korrentit, se doja ta shpjerja me pompë trefazore,
Ashtu dhe tani ka bërë një post me kushtet vështira. I kemi rritur gjithë këta fëmijë dhe tani dhe ato ujë. Dhe ti prisi të të vinte uji nga ujësjellsi, ndërkohë që tani Jo, nuk ka ujësjellse, fshati i Tragjasit ashtu ka vuajtur dhe ashtu do vuaj për ujë, për drita, hajde rruga për gjysma e Po këtë për drita se më tha dhe dikush, pse vuani për drita? A kaloi linja e re këtu? Linja e re ka kaluar për ata që do të marrën ujit. Nuk ka kaluar për ne. Pra ju jeni me instalimet vjetra? Jemi me dritën, po na erdhi një pikëshi të bjerë, ose të fryjnë qiklogoraj, që i themi, atëherë ne do na pritet drita dhe ashtu. Vdes para një 2 muaj, vdiq një plak në Dukat, në momentin që ajo vdiq, e po e rregullonin ata ishin u ikun dritat. Ikën dritat se fryti era. Tani, ne na vjen korrendi që nga poshtë, e bje këtu, dhe e merr këtën jaku e kështu. E kthen prap andej, edhe shtëpia ka mundësi me të dhënat, me sa di unë, me sa kam dëgjuar, që e shtëpia më qabot. Pa kuet çon më. Merr bregdeti edhe çon qabot. Kalon nëpërmjet anës lumit Vlorës andej e kalon andej. Ne jemi të vuajtur në çdo pozicion. Dhe këtë do të na marr. Çfarë do bëni? Çfarë do bëjmë? Ne gjerë në fund, unë jam të 79 vjeç, gjerë këtu e kam. Edhe atë ditë që erdha ata natën, të ngrija mund tani dhe baktin tash mos s'kam ku ta shpije, nga ta çoja më bllokon mua rrugën aty, edhe më tremb mua me 200-300 policë. Çfarë krimi kam bërë te puna ime? Puna e fshatit? Faleminderit. Kush do të flas? Që të flas? Po, foli. Tragjasi njëhet një nga fshatat më intelektual të Shqipërisë. Dhe fatmirësisht apo fatkeqësisht i kanë thënë mos ka vogël. Ti thua që kryeministri nuk e di këtë? Po. Se keni edhe deputetin tuaj? Po, ai e di, është yni edhe do të jetë yni. Se për mendimin tim ai është keq informuar për këto ngjarje tragjike që po ndodhen këtu. Edhe unë e kam përmbledhur në 2 fjalë. Po. I bukur tragjas se çoqe, si mishin hellu poqe. Pse? Dje me vajzat të tragjasit janë mbledhur me kushtrimin e atë dheut këtu bësë rrepeve dhe kanë lënë jetën edhe kemi të mbushur me heroj dhe me dëshmorë që prulin. Lapidari që në hyrje të fshatit. Tani, në tragjasë vjetër, na hoqë, u dojë tragjasë, e riparuam. Ju lutem. Na prun poshtë, afër tokës edhe afër ujit. Ne kemi fjallën e kulturuar, po të ke fundit, kurrizin nuk e kthejmë na. Dalë me gjoks, edhe ky ujt e tragjasit, po nuk firmosëm të gjithë ne me nipër, me mbesa, me plek, me plaka, që jemi dakord dhe një fëmijë të mo firmos, nuk do jepet ujt. Faleminderit. Faleminderit. Lutem. Si të quajnë? Trifon Zhureli, banori fshatit Tragjas. Trifon, këtu u thanë shumë gjëra, edhe do donim që të mos kalonin për sëritje, po të themin ca gjëra që ne nuk i keni thënë. Ore, kjo bashkia juaj, që duhet ishte derë e hapur. Është njësi administrative, s'është bashki. Flas bashkia madhe. Po. Është pro jush, kundër jush? Nuk na ka dhënë njeri shpjegim, nuk na ka thënë njeri që jemi me ju apo jemi me ata. Vendimarrja është marrë nga kryetari? S'na ka pyetur njeri fare. Unë ajo që dua të them është të flas përse ne mblidhemi. Çfarë arsye kemi ne që mblidhemi? Arsyeja që ne mblidhemi është që mirisht që ne të ishim në vend. Ne nuk jemi pjesë e këtij projekti njëherë. Absolutisht. Pseudo projekt që është ky? Sepse në projekt ne jemi te pompa e radhimës që quhet Matan, që do furnizoj neve dhe radhimën. Aktualisht merr deri diku radhima poshtë dhe ne dhe radhima lart nuk marrim. Marrim 45 minuta në ditë dhe janë 10-15 shtëpi. Tani ç'a ndodh? Po për toka, sa toka vadite? Do shkoj dhe te tokat. Tani, mbas pompës që kemi ne, që jemi te burimi i parë, do fillojnë punimet këta. Dhe këta do t'i mbledhin që të gjitha ujrat, qoftë ujrave të sipërfaqësore, qoftë ujrat në toksore. Dhe duke mos na dhënë ujë qeveria për vite me radhë, ne kemi bërë puset, dikush nga këtu dhe lart, dikush dhe të gjitha puset, duke ikur ta 20 metra thellë.
duke rrethuar gjithçka, duke mbledhur gjitha ujrat, ne mbetemi zero. Kjo është e sigurt. Ana tjetër, nuk mbetet për toka. Të gjithë pjesa më e madhe, gjithë banorëve këtu atje me ato jetojnë. Dhe ata që nuk i punojnë më fal, i kanë marrë disa çuna tan me qira dhe bëjnë misër, grur, dhën, dhi. Atëherë është e thjeshtë. Sa banor ka që këtu dhe deri tek aksionistja i furnizohet? X banor. Sa do një banor, sa litra do në ditë? X për X sa bëjnë? Sa duhen për kafshët? Sa duhen për bujqësinë? Sa duhen për blektorinë? Sa duhen për tërshër, jon, zhmisër, grur, gjitha gjërat që ne bëjmë. Në qoftë se ka kaq shumë ujë, sa thon ata, atëre, mbasi të jemi plotësuar ne të gjithë, me të gjithë gjërat, me biznese, me shtretër, me të gjitha gjërat, ajo që tepëron është ure zvorit, i themi ne, me që ka kaq shumë ujë, ti mbledhja atje, ta bëj atje, digën ta marri, s'kemi asnjë problem. Pra, të mbaroj nevojat e vetë fshati, disa fshatra që jeni dhe është e thjeshtë. Pse nxitojnë kaq shumë? Pse ja më fal o Veli, pse nxitojnë kaq shumë ata? Është e thjeshtë. Ne kemi prit 35 vjetë s'kemi ujë. Të presi 7-8 muaj, çdo muaj të bëhen matjet, në muajt problematik që janë 20 qershor deri 20 nëntor, në qoftë se ka kaq shumë, të marrin o vëlla atje poshtë. E qartë, nga viti në vit, si ka qenë prurjet? Në 2022 thuhet që janë bërë matjet e fundit. Tani ka kaluar 2023, 2024, në këto 2 vitet e fundit. Jo nga viti në vit, po dhe nga dita në ditë paksohen. Paksohen prurjet. Është super e saktë. Ne jetojmë këtu, ne banojmë këtu, i shikojmë çdo ditë. Po, jo, mos janë ndërprit fjala. Në 2023 në Gush e ka bërë turku e ka dërguar. Po. Shikoj, vetëm shikoj, hidhe Jo, do ma dërgoni ju? Po. Ku është filmuar kjo këtu? Tu ku jemi? Ky është ujë Tragjasit në Gush. Ka dërguar turki. E qartë, e kam shumë qartë. Tani mund të klasik profesor Sherif Po, ja të vit profesori këtu. Profesor, ajeni këtu i lutem. Jam më mirë këtu. Okej. Po, profesor, si t'ka? Mirë. Me Rionin kemi bërë shumë emisione. Knajsi. Në fakt, dhe është kënaqësi që bëjmë edhe sot. Ne kemi pas sa takime kështu në Tiranë, në kuptimin si ekspert që njihemi pak edhe të tjerë nga Tragjasi, dhe ne gjithçka e kemi adresuar këtu në fshat. Do të thënë që bizetat, takimet, ju kemi thënë mendimin ton për gjithçka ka të rregullt ky projekt, gjithçka nuk ka të rregullt, ku cënohen interesat e fshatit, çfarë mund të zgjidhen paralel që ka të bëjë edhe me atë që fshati vërtet ka ujë, por uj ka një orë ca, do me thënë, në ditë, dhe kjo është edhe një kërkesë që nuk duhet ta nënshkalojmë. Tani po të bim te çështja e burimit. Atë projektin e kemi parë të shpërndarjes, këto ditë e fundit qarkullon në të gjitha rrjetet sociale, dhe gjë e parë që unë kam dhe që kam thënë ku ka mundur është kjo, që procesi duhet dripar. Duhet dripar njerë sepse ky duhet zhvilluar plotësisht si proces me pjesëmarrjen e komunitetit Tragjasit. Që nuk ka marrë pjesë fare. Edhe unë kështu e di sepse edhe një segment i kompanisë që kam patur takim, dhe thënë ju thash më jepni dëgjesën publike. Edhe lisën me gjithë të pranishmit, por mbi të gjitha dhe çfarë është thënë atje dhe çfarë përgjigje ju keni dhënë. Përderisa nuk ekziston, do të thotë që nuk është bërë. Po. Dhe procesi nis nga kjo. Procesi ka nevojë për një llogaritje që duhet ta bëjnë institucionet në përgjithësi, institucionet shqiptare që janë zinxhir. Po ky projekt nuk e kanë bërë institucion, se unë pash dhe i gjeumin aty. Ja po ta them këtë, sa di unë në këtë gjë. Se këtu për shembull përmendet vetëm një gjë. Kryeministri. Dakord, sepse atje mblidhen të gjitha. Jo, mbajti qendrim ai, ka përshtypjen se të gjitha fijet. Por janë një grup strukturash që nga komuniteti i bazenit të Vjosës, që është pjesë,
vazhdon me Agjencinë Kombëtare të Ujësillës Kanalizimeve, vazhdon me të tjera dhe pasaj mund të jetë në fund fare që të shkojë ajo. Ky proces llogaritje ka nevojë që të rishikohet. Këta që e kanë bërë me siguri që është një agjenci që unë nuk mund të them. E keni emrin e agjencisë? Është private apo shtetërore? Jo, është shtetërore, është Agjencia Kombëtare e Ujësillës Kanalizimeve. Ajo ka bërë vetë studimin apo ja ka deleguar një të treti? Ata janë të detyruar kujt ja delegojnë. Çfarë duhet rishikuar në këtë bilanç? E para ty flitet për ujë të pishëm. Por nuk është e mjaftueshme që llogaritja të bëhet me ujë të pishëm. Ka edhe ujë tjetër që përdor, por në fshat janë dhe kopshet, që natyrisht nuk do i lënë tanë, qoftë dhe si kopshe pejsazhike, jo kopshe kështu. Është bujqësia. Unë nuk e di nëse është, unë di që ka 600 hektar. 1200 hektar në ujë. 1200. Që jo, tragjasi vetëm. E mire, pas kam, se mbajt kam mëndë. Si do qoftë, një hektar tokë do të paktën 4000 metra kub në vit. Dhe së dyti ka nevojë që të punohet me prurjet të cilat janë për sezonin e verës. Do të thënë këto ujrat nuk është për t'i parë tani. Duhet vim në kulmin e vapës, në korrik, gusht. Duhet vim në korrik, duhet vim në gusht, një pjesë me madhe shtatori deri nga data 20, që prurje tullet, se prurjet janë ullur kudo. Në nivel botror ka 30% të ujrave në toksore, si që është dhe ky burim. Dhe këto natyrisht duhen bërë dhe me projekcionin e ardhshëm ndryshimeve klimatike dhe të popullsisë. Edhe ka ju pak studime, ka dhe Shqipëria studime deri në 2050-ën, parashikohej sipas studimeve tona që të ketë rënje vjosa. Diku ke 20. Natyrisht, do të thënë 8% të lumenjt janë parashikuar edhe më shpejt se sa. Pra ka rënje gjithandej. Po mi si e shpjegoni faktin që është bërë një matje dhe çuditërisht ka ardhur në rritje në muajt e pikut. A mund të bëj sens? Nuk flas dot për atë matje sepse duhet të jesh vetë aty. Kur e bën matjen ai, ja dhe një tjetër një sy. Përveç kësaj, ka mundësi, ka vende të tjera ku mund merret ujë për të ketë një transparencë në kuptimin e një takimi nivel ekspertësh dhe e vetmja mënyrë që mund të zgjidhet. Pastaj fazat e tjera janë në dorën e banorëve. Në dorën e banorëve, domethënë mund banorët janë drejtuar deri tani. Jo, mund të bëjnë çdo ashtu, po domethënë për të zgjedhur gjërat më shpejt sa vetë gjykata me vite është gjë tjetër, por unë them që ka mundësi të tjera. Burimi nuk duhet të cënohet. Absolutisht. Nëse të cënohet burimi, tragjasi është në pikpyetje për ujrat. Dikush tha për puset. Ato janë lehtësisht të verifikueshme. Merr pak një ros, edhe në një pus apo në 2 puse, dhe brenda nuk duhen më shumë nga 4 orë që të jetë këtu. Në çdo burim ngjyrimi. Që kuptohet lidhja mes pusit edhe burimit. Midis pusit dhe kësaj. Po ka një disnivel, puset në përgjithësi lart fillojnë nga 35 deri në 70 metra. Gjithsesi një cënim natyrisht që do ta kenë. Shkalla e cënimit pasaj është kështu. Dhe veç kësaj ka dhe një gjë tjetër që gjithë kjo zonë gjatë verës shkon rreth 30.000 banor. Pikërisht në kohën e pikut. Qytet. 30.000. Do të thënë janë baza Shorikumi, Radhima, edhe tragjasi mund ta ketë në vazhdimsi këtë mundësi. Profesor, kërkoj ndjes, jemi në minutat e fundit. Ne jemi në mbështetje të banorëve. Po, kush do bëjmë mbyllje? Po. Atëherë ato 2 gjëra, sepse kërkojmë shumë ndjes banorëve të tjerë. Po. Tani kemi ardhur në fund miq. E para u falenderojmë që
bëni pjesë me hallin tonë. Vetëm një fjalë për kryeministrin kam unë. Na ka irrituar kur na thotë që dikush na ka helmuar. Kryeministri po na hedh zhiva. Po na hedh helmin vet. Dhe i bëjmë thirrje kryeministrit ta shikojë këtë muhabet sepse ne nuk varemi as nga e djatha, as nga e majta, as nga një. Ne mbrohemi, ne do të votojmë për atë që s'na merrujnë. Në qoftë se kryeministri mendon që neve na helmon e djatha, ne jemi të majtë. Edhe ta dijaj, këto të gjithë Dragjasin do ta ketë kundra jo për të kërcënuar atë kryeministrin. Jo për ta kërcënuar, po kemi hallin ton të fëmijëve tanë e të gjithëve. To me rast të gjitha do i dorëzohen atij përsëri. U falenderit shumë. Pra miqtë e mi, në Tragjas nuk ka marrëveshje tjetër përveç se të mos preket ujë. Këtë e thanë banorët, e përsëritën, i bën thirrje Ramës të vihet ulet me ta të shoh situatën në Korrik, në Gusht, kur dhe Thacira, sepse shkollajt i bësh llogarit në dimër. Kjo është e gjitha nga banorët. Unë si moderator, si autor, si drejtues i këtij emisioni, s'më mbetet gjë tjetër vetëm se t'i bashkojmë banorëve, se në fundit emisioni fol këtë qëllim ka. Të shkoj atje ku njerëzit kanë kurajo, kanë guxim dhe flasin troç, pa filtra. Emisioni radhës do të jetë të premten tjetër, deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.